Vlora mirëpriti sot ambasadorin e Republikës Çeke në Shqipëri, zotin Pavel Vacek, dhe konsulën e nderit të Çekisë, zonjën Lolita Jorkević, në një vizitë zyrtare pranë bashkisë së qytetit. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë bashkëpunimi dhe vizionit të përbashkët për të ardhmen, ku në qendër të diskutimeve ishin mundësitë për thellimin e marrëdhënieve mes dy vendeve në fusha kyçe si zhvillimi teknologjik, investime strategjike dhe turizmi sportiv. Në vijim të titullit të fituar nga Vlora si qyteti evropian i sportit gjatë vitit të kaluar, përfaqësuesit çek shprehën interes të veçantë për të mbështetur dhe zgjeruar aktivitete sportive në qytetin tonë. Vëmendje e veçantë ju kushtua sporteve ujore dhe aktiviteteve në natyrë, si surfboard, kajak dhe disiplina të tjera që parashikohet të zhvillohen në zonën e Orikumit, një zonë me potencial të jashtëzakonshëm për tërheqjen e turizmit aventurier dhe sportiv. Përfaqësuesit e bashkisë theksuan rëndësinë e këtij bashkëpunimi si një mundësi reale për të nxitur zhvillimin ekonomik lokal dhe për të promovuar Vlorën si një destinacion modern, inovativ dhe sportiv në të njëjtën kohë. Takimi u mbyll me zotimin për të ndjekur hapat konkrete drejt projekteve të përbashkëta, që do të shërbejnë jo vetëm për forcimin e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Çekisë, por edhe për mirëqenien dhe zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit lokal.